Salamu alaikum, hoxh. A ka lidhje nëse e zgjedh burrin 12 vite më të vjetër sepse po më paragjykojnë? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allahu ju bekoft në këtë martesë. Allahu të bëft ty edhe bashortin tënd sinqert. Lej shqiptar hanën, se shqiptarët paragjykojnë deri ku të hysh në varr. Edhe kur të hynë në varr, se shtrihen më drejt, nuk e qunë mashtremet, si janë rëqën kështu vorën, si janë rëqën deri që atër kanë me të paragjyku. Kur nuk ki më konë, edhe nëse e merë 12 vjetë më të ri, ose 12 vjetë më të vjetër, ku me ditë qka dije se kur nuk kanë më mshel këto gojat e shqiptarve. Hiqotyne, pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka marrë bashortën e vetë, Khatijën radiallahu anha, shumë më të vjetër se vetë, 15 vite. E ndose ndodhe kundërta që burri më kanë 12 vjetë, më i madh se gruaja, çka ka lidhje nëse keni gjetë razillëk, nëse keni gjetë mirëkuptim, nëse keni gjetë dashuni mes vete. Po kjo është budallaki e shqiptarëve. Merre burrin, rahato me burrin tan. Knaqu me burrin tan. Qetësoje trunën me burrin tan. Qetësoje veten, shpirtin, trupin, fizikun me burrin tan, ban fëmijë me burrin, lej shqiptarët. Kur far problemi nuk ka, po të paragjykojnë. Jo letrin rrugëve, le ti marrin ata frajerat e rrugëve poshtenal që s'janë as për gra, as për kur gja. Që rrin të nditën ty, mazi meshkuj të lysë sa femnat. Merë një burë që është taman burë, pa marë parasysh moshën sa ka, për deri sa mundi mu për shtatë. Islami nuk e ndalën një gjatë tillë. Prandaj, kur na dojna me dalë për këti burgit, për këti mentalitetit smut, me këqyrë këto sane, me këqyrë këto, nuk i këshyrim fëmijët tanë kajherë, me i merëmi me halkun. Këto janë, du të mi thy këto tabu. Njerëzve pjo shkojnë vajzat, pjo bëjnë amoralitet, haptas, nërsyt babës e nanës e mshel gojnë. Aj, qotë ty të paragjykon pëse e ki burin 12 vjetë ma tjetër. Banu ndershme, moralshme, shikoje vetën tane, jetën tane, ardhmen tane, bashortin tane, bën fëmijë, rataj vetën, le mos u merr me këta njerëz. Wallahi l'adhim, çuç do që kimi ja ban jetë. Kur mos mendo që kimi mujt me mshel gojat e këtyre njerëzve. Na jemi njerëz të çuditshëm. Të vetmit që kanë me ecë përpara janë ata të cilët e kqyrin qëllimin final të vetin, absolut nuk merren me këtë kategori të njerëzve, këta janë llomat e shoqënisë. Prandaj, mos bjerë viktime tyne. Allah të ruaj ty edhe burrin tënd.